A e keni provuar trendin më të fundit? Një trend që nuk i kanë shpëtuar as figurat e rëndësishme historike, si ajo Ismail Qemalit. Miliona njerëz kanë vrapuar t'i kthejnë fotografitë e tyre në imazhet e animuara që imitojnë stilin unik të studios Ghibli, duke i shndërruar rrjetet sociale në një sfilat karakteresh të filmave vizatimor të rikrijuara nga ChatGPT. Fillimisht le të njihemi me studion Ghibli, një kompani japoneze filmash të animuar e themeluar në vitin 1985 nga mjeshtri i vizatimeve mendor Hayao Miyazaki, i cili shquhet për urbanizmin që përcjell nëpërmjet krijimeve të tij. Dhe po, nga një art që vjen nga një precizitet dhe impenjim i jashtëzakonshëm kohor, pritmas u kthye në një imitim që ndodh vetëm brenda disa sekondave. Ky është pikërisht lloji sfidës që AI po sjell në industrinë krijuese. Sigurisht për disa nga ju mund të shihet si lehtësim, por nga ana tjetër, kritikët mendojnë se kjo risi vë në pikpyetje rolin e njeriut në vitet në vijim. Vetë themeluesi i studios Ghibli e ka dënuar më herët gjenerimin e fotove të inteligjencës artificiale. 極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 A mund të themi se inteligjenca artificiale e vrau artin e animizimit? Përditësimet e fundit e OpenAI kanë alarmuar ekspertët për sa i përket privatësisë, pasi sipas tyre, këto mjete po ushqien me të dhëna të paperceptueshme, përfshirë këtu fotografitë personale. Po ashtu debate etike janë hapur edhe ndaj të drejtave të autorit, ndaj të cilave OpenAI ka vendosur të qëndrojë i heshtur deri më sot. Sikur të mbetej vetëm me kaq. A e dini që gjenerimi i një imazhi me AI konsumon rreth 3 litra ujë? Lind pyetja, a do ta zbet teknologjia fuqinë e kreativitetit njerëzor? Dhe a do të mbijetojë arti i vërtet përballë kësaj euforie algoritmash?